një djalë të rinj, 25 vjeçar, që diskutonte akoma vjegjërinë e moshatare së vet dhe për te faktit që i pëlqente si vajzë, por kishte këtë problemin, për mua është fundi i emancipimit, domethënë në këto vite, në këto kohë. Një herë kasën e ftojnë për të performuar, por me këngën time. Unë nuk isha dhe detyroj, kjo mbase do të bëhet një lajm kështu. Detyrohet motra vetë vë një paruke pjonë. Vërtet? Jo. Kinotekën sot, drita në çdo sken, 120 minuta mendime që s'flen, nga filmit e libri, magjia që bashkon. Kinotekën sot, aty kultura këndon. Përshëndetje miq të Kinotekës, ja te kemi sërish së bashku me mua Violën dhe Egoni, do jemi në transmetim edhe në këtë të mërkur për të ndarë me ju një bisedë si gjithmonë të këndshme. Egon, përshëndetje. Përshëndetje Viola, përshëndetje miq të dashur që më na ndiqni këtu në valët e Radio Sol në 89.0 FM, nga makinat tuaja, për ju që ktheni nga puna, nga YouTube-i, për ju të tjerët edhe nga Spotify. Dhe sot Viola do të ripin e sigurimit një herë t'ja kujtojmë të gjithëve, t'i kujtojmë që na ka marrë malli në këto ditë që nuk jemi dëgjuar. Ose edhe na keni dëgjuar se në YouTube, në Spotify na keni, u tha edhe kolegu pak përpara. Na merr malli. Na merr malli, jemi kështu, jemi të edhe nuk përtojmë që t'ua themi ndjekësve tanë që na merr malli vërtet për ata. Dhe besoj sot do kemi mundësi të flasim për ndjenja reale, për njerëz vërtet. Ashtu sikurse në fakt është edhe artistja në kuptimin e plot të fjalës, Elinara Shehu, që është e ftuara jon. Mirë se na erdhe, shumë kënaqësi. Mirë se ju gjej. Si të kanë shkuar këto kohë? Po, pak kanë qenë kohë tranzicioni, kohë pak të vështira. Na iku jeta në tranzicion. Po, kemi jetë të tërë. Në tranzicion. Po ja, me shpresa që do kaloj, po me sa duket të gjithë jeta e njeriut, është një fazë tranzicioni. E vërtet, në një kuptim. Kështu që Linara, unë e them shpesh leta jetojmë. Ndonjëherë pavarësisht se ne ankohemi se është ai frustrimi që ti merr në situata të tilla, po ndonjëherë duhet të jemi mirënjohës jetës edhe për këto sfidat, sepse nëse s'do kishim sfida dhe momentet e vështira nuk do kuptonim dot çfarë është e bukur vërtet. Nuk e di si e mendon ti. Jo ndonjëherë, po shpesh herë them unë. Ka raste që gjej veten time, se gjithmonë për shkak kur kam një mërzitje të madhe, një breng, kemi kaluar shumë gjëra, kalojmë pothuajse për ditë gjëra të këqija se kështu është jeta, me ndërtuar me të mirë dhe me të keqen bashkë. Po kur ti paragonizohesh me diçka tjetër, një fatkeqësi shumë të madhe, për shembull një luftë në X vend, apo një fatkeqësi, apo shikon një lypës në rrugë, o një fëmijë që të zjat dorën, atëherë thua, shkon ke shtëpia dhe thua, faleminderit Zot edhe për këto gjëra, dhe pse me probleme, duhet jemi falënderues, për se gjithmonë ka diçka më keq se ajo dhimbja që të kaplon ty si person. Për çdo njeri ka luftën dhe sfidën e vet në jetë dhe rrugtimin e tij, që nuk besoj që askush ta kaloj kaq lehtë, domethënë pa sfidë, pa problem, pa. E rëndësishme është në fund pra buzëqeshëm. Po patjetër. Patjetër, kjo është jeta. Është Elinara gjithmonë më rikthen mua në vitet 90, në 2000 kur isha i vogël, edhe është nostalgji jo vetëm për kohën, por edhe për atë lloj arti, e kam fjalën për muzikën, e cila duket se iku edhe nuk kthehet më fatkeqësisht. Po sa mirë që ishte, edhe për aq sa ishte, do thoja. Mos më thuaj që edhe ti nga ata që ke rënë në dashuri duke dëgjuar këngën time me partneren tënde apo kështu, jo, s'besoj. Elinara, ja të ta tregoj një. Unë bie në dashuri me çdo lloj muzike që është e mirë dhe nuk e them thjesht kështu për luster, këtë e them vërtet, edhe që po ti rikthem rockut për shembull, se un kam dëgjuar goxha rock edhe e preferoj si rytm muzikore, ti më ngjason shumë të paktën në performancë me atë rockeren britanike apo amerikane, Lita Ford, që ka kënduar me Ozzy Osbourne. Ke gjetur një nga të my favorite preferuarat e mia që
Patjetër që mbase ka ngelur ajo hija ime atyre viteve, sepse unë me atë muzikë jam përfaqësuar. Në fakt unë kam qenë pak më e rëndë se rocku klasik, kam qenë underground. Gjithmonë kam pasur qef që muzikat ishte inovative. Nuk jam fanatike që vetëm muzika rock edhe ska, por artisti i mirë nuk është asnjëherë fanatik. Artisti i mirë do muzikën e mirë. Jam ke të gjitha llojet e rrymë, mjafton që të jetë një muzikë e bërë bukur. Absolut, të jetë kompozimi i mirë. Ka kuptim. Në adoleshencën time mua më ka fjetur ajo ndjesia që kjo muzikë mund të marrë diçka dhe mund të jap diçka. Se ishte muzika më ine e viteve. Dua të kuptoj diçka. Ti ke qenë vajzë më e re atëherë. Një femër në rock underground. Duhet të ishte më e ashpër, më e fortë apo më e brishtë dhe më e ndjeshme. Edhe po ta bëj realisht si pyetje, se duke qenë se gjithë ose shumica e rockerëve janë burra dhe djemë, Po një grua, është një perceptim tërësisht i gabuar. Pse do thuash? Sepse nuk ka të bëj natyra jote, personaliteti yt me atë që ti ke dëshirë të provosh ose t'japësh tek publiku yt, domethënë, se varet është çështje karakteri, nuk është çështje se duhet të jem i egër apo i butë. Ajo muzikë ka qenë është nga vetë fjala rock, është pak revolucionar, le të themi, në thojnë saj që flet për padrejtësitë, dhe ishin vitet që u krijua si muzikë, domethënë në ato kohë ishte ka filluar është më herët, por në ato kohë ishte muzika më në mod, po s'ka të bëj fare me karakterin. Nuk ka të bëj me karakterin. Të paktën me të ngjashmit e mi, dikush ishte tip pak më i but, dikush ishte pak më mund të them që janë këto tipat pak më rebel. Pa ke një lloj rebelizmi. Ti do të flasësh për një gjë, për drejtësinë, për rregullimin e botës, në atë fazë të moshës që ti gjithmonë je me një super ide që do të rregulloj çdo gjë që është jo në funksion më të rinisë time. Kjo ka qenë për kohën. Kurse sot nëse bëjmë një krahasim, ju dikur doni të rregullonit gjëra të mëdha, gjëra që nuk funksionojnë me shoqërinë. Kurse të rinjtë e sotëm duket sikur ditë pas dite po humbasin shpresën, dhe vetmja zgjidhje që gjejnë në pjesën më të madhe të rasteve, pa dashur t'i përgjithsoj, është të ikin, të heqin dorë, ta lënë problemin aty ku është, pa bërë revoltën e tyre. Si krahason dy brezat? Shiko, kjo ka qenë gjithmonë, kjo çështja e të ikurit dhe në ato vite, se ishte periudha demokracisë që shumica e shqiptarëve u dyndën që të iknin, të largoheshin fare nga Shqipëria. Se me zore kishin pritur. Edhe me zore kishin pritur. Mirë po jo, sepse ke parasysh ku vjen nga një botë që ti ke parë një mori filmash dhe ti e shikon nga një këndvështrim ndryshe jetën dhe jo atë realen që është faktikisht. Sepse unë që nuk kam ikur aq herët, po kam qenë thjesht kam shkuar tranzicion, si thuash, me periudha hajde ik, kam parë motrat e mia se sa e vështirë është emigracioni, domethënë që të duhet një lodhje dhe një strapacim shumë i madh në një vend që nuk ta shtron askush, je i vetëm, do ta fillosh nga e para. Nuk është kaq e thjesht. Mbase për sa i përket anës ekonomike dhe brezëri tani do të hiki për shumë gjëra, po mos i futemi politikës, kanë fajas brezëri dhe që duan të shikojnë diçka më avangarde, unë jam për shembull për brezin e ri, nëse nuk ka një mundësi, për shembull një shkollë e caktuar, universitet, që ti nuk ke mundësi ta bësh në Shqipëri dhe të jepet shansi që ta bësh diku tjetër, pse jo, është një zgjedhje shumë e mirë. Po, unë nuk jam kundra që njeriu ta gjej veten aty ku gjërat vijnë në funksion të tij. Dhe jo të heqi gjithë jetën zvarr, duke u përpjekur dhe ka qenë në funksion të sistemit dhe jo në funksion të vetes. Si për shembull unë. Jo, rasti konkret. Jetova me një shpresë shumë të madhe. Cila ishte shpresa jote? Po që do bënim ndryshimin, do isha e vlerësuar në vendin tim, do isha e privilegjuar në vendin tim,
Mirë po, kjo jo nuk erdhi duke u rregulluar, po erdhi duke u përkeqësuar në Shqipëri për artistët gjendja, sepse arti ka qenë si pa krah. Nuk po flas vetëm për këngëtarët, flas të gjitha llojet e formave të artit që çalon shumë. Neve nuk përfaqësohemi, shumë pak përfaqësohemi me artin në përbot. Po ta vëshëre më shumë është Kosova është më e privilegjuar dhe përfaqësohet më tepër me artistët e vet në përbot se sa neve me artistët që kemi këtu, domethënë. Nuk e di, është një çështje zinxhiri, sepse është çështje menaxhimi, në Shqipëri s'ka pasur menaxher arti. Ja vërtet është, edhe një çështje tradite. Unë jam artiste, nuk jam tregtare, nuk mund të bëj tregti me artin tim. Për qoftë edhe me një këngë që kompozoj, nuk e hedh dot në treg. Më nevojitet një menaxhim i mirë. E vërtet është. Ndërkohë që unë kam bërë gjithmonë tentativa, i kam menaxhuar vetë gjëra dhe kam dështuar. Pse? Kam shpenzuar para të madhe, mirë, po nuk kam ditur ta shes atë produkt që kam bërë. Më kupton? Sepse unë jam artiste, s'jam Po dëgjoja një këngë shumë të bukur. Ama kam bërë gjëra autentike që ngelen aty të paktën me këtë, domethënë kjo është një gjë që janë gjëra që nuk përsëriten dhe janë gjëra me vlerë, por na rrodh vlera sepse të ardhurat nuk i kam fituar nga ajo gjë. Në fakt po më kujton, po dëgjoja një këngë shumë të bukur, ishte një bashkëpunim i hyti me një reper përpara 7 viteve, më fal nëse nuk ja kujtoj dot titullin tani. Por ishte një këngë, po. Ai është kompozimi im, ishte shumë e bukur, realisht shumë vibe, por kishte shumë pak klikime, ndërkohë sepse nuk është menaxhuar fare. E vërtet, dhe prandaj e solla këtë si shembull për të treguar që menaxhimi është shumë i rëndësishëm dhe është gjysma tjetër e punës. Është gjysma tjetër e punës. Unë vetëm aso kohë që është bërë kënga, kam shkuar vetëm në një televizor që kam dhënë një intervistë, por kaq. Domethënë më ka penalizuar shumë çështja e menaxhimit, sepse shumë veta që shikojnë ato pak gjëra që kam bërë unë në art, thonë si ka mundësi me këto produkte nuk të janë hapur rrugët, si thua që të bësh një boom spektakolar, sepse i kam bërë vetë, nuk është se i kam bërë me menaxhim. Po pse Elinara, domethënë pse si ta them këtë, nuk konformohesh dot në disa gjëra që se është artiste, është artiste. Po pse nuk bëj dot kompromis, për shembull, kam pasur raste që të punoja me X kompani, produksion i madh televiziv në fushën e muzikës, që më duhet, për shembull, nëse duhet bashkëpunoja me ta, duhet të pranoja, të këndoja muzikën e prodhuar prej tyre pa pëlqimin tim. E njëjta gjë që na e ka thënë edhe dikush tjetër në këtë studio. Domethënë, kur një projekt mua nuk më përshtatet, unë thjesht du ta bëja për komercialitet dhe do shitej dhe unë do isha e varur nga kjo kompani, do merja një shifër qesharake si fillim, sepse sigurisht që ti do përdoresh nga filan label. Dhe përveç fakti që ti nuk do bëje muzikën që doje, po do ndihesh edhe e përdorur dhe e shfrytzuar në të njëjtën kohë. Sepse do ishe thjesht një punonjës për X kompani. Dhe pastaj të kthehet si punë 9-5 ai arti që bën. Të njëjtën gjë që the tira e kanë thënë edhe artistë të tjerë, të njëjtën gjë, saktësisht të njëjtën gjë. Tani më lejo të bëj çik avokatin e djallit. E di pse dua ta bëj sepse nuk e pranoj dot që një artiste kaq e mirë të mos jetë, po themi, në imazhin ose në dritën e projektorëve të tregut edhe tani që flasim. Më thënë është një çështje pse duhet ndodh kjo kur promovohen në shumë antivlera, shumë njerëz që nuk janë artist, mos janë artist fare. Dhe një artiste pse të mos e bëj kompromisin që le të bëj atë bashkëpunimin me atë shtëpinë diskografike, le të bëj ato 10 këngë që ata duan, por të vazhdoj të jetë, se pasi do bëj edhe një këngë tjetër që i përshtatet karakterit të saj, që do shkëlqej, do shndris. Pse të mos ndodhi një gjë e tillë? Po, atëherë ti nëse do të paraqitesh shëmtuar me artin tënd, do të bësh këtë lloj kompromisi. Dhe ti ke shumë të drejtë, domethënë do shfaqesh dhe do fitoje shikueshmëri, më the të thash. Mirë po,
mua më zhdukur sikur në atë rast do shëmtoja shpirtin dhe dhe përveç fitimi që do merja. Prandaj dhe nuk e kam bërë atë gjë. Kam preferuar më mirë të rri në heshtje se sa të bëja një gjë të tillë, domethënë. Nuk bëre të tregti me shpirtin tonë. Mendon që do humbiste diçka nga arti yt i vërtet ose nga ajo që ti mendoje se brëndshmi se është arti yt i vërtet? Po, do më ikte që nuk do të mundesh ta bëje dot pastaj Nuk do quhesha më një artiste autentike. Do quhesha artiste komerç, siç janë bërë shumë artistë në Shqipëri që nuk kam qef të përmend emra. Po i dim. Por janë të admiruar. Nuk i vëfaj fare, ata janë të admiruar, madje janë më përpara se ne artistët e tjerë për nga ana financiare, e shumë gjëra të tjera, po varet si do ta shijosh jetën, domethënë, si do ta çfarë do ti të marrësh nga kjo jetë, do marrësh dhe atë goditjen, duhet jesh mos kokçarës në këtë rast. Duhet ta vrasësh shumë. Po, duhet të mungoj çike dhe morali. Edhe çfarë Për edhe po. Mos kesh. Po patjetër. Do të thonë nëse ti bën këto lloj kompromisesh, i ke thënë personalitetit tënd mirëpafshim. Me mua s'ke më punë. A mos kish edhe frikën tjetër që po themi përdorimi nga industria muzikore do dilte jashtë kontrollit, pastaj do ta kishe ti më veten dorë artistikisht se ku do shkoje. Janë njësër dilemash. Po, është ajo fjala me artist ndërkombëtar. Po të kaloj një herë miu në mustaqe, pastaj kthehet në rrugë pastaj. Dhe unë të qenurit e përdor kur nuk ka pëlqyer të më ndodh në jetë dhe e kam ruajtur këtë. Dhe kjo ka pasoja të rënda, sepse të kufizon dhe krijon pak edhe vetmi, krijon tërheqje nga kjo pjesa tjetër që pranon të bëj lloj kompromisi. Madje mua më krijohet përshtypja sikur Elnara ti as të pëlqehesh nuk je përpjekur kur. Fare. Pra, ata që do të duan për atë që je, për atë që ofron, ata që nuk e pëlqejnë, le të themi, atë që ti bën, you don't care. Jo, është vërtet. Mbase i kam prishur shumë punë vetes time, mbase dikush që më dëgjon thotë, po kjo. Pendohesh apo ndihesh krenare për veten? Mirë, po besoj që është çështje karakteri zemra ime. Besoj që do të kisha bërë të njëjtën gjë dhe po të isha tani në moshën 20 vjeçare. Po të kthehesh sërish, do ta bëje të njëjtën tani që ke më shumë përvojë, ke kuptuar ca gjë, se kur je i riu si veriu thon. Është rebel edhe merr flak. Do ta bëja, po mbase tani në këtë kohë do kisha pak privilegjin, se tani besoj që kam filluar pak edhe kjo çështja e menaxhimit, kam filluar të shkojnë të studiojnë për menaxher arti, se Shqipëria vuan për nuk ka shkolla menaxhimi arti, me sa di unë, më korrigjoni. Ka? Se di jo, nuk kam menaxher arti? Vetëm nëse është ndonjë lëndë përfshirë në Universitetin e Arteve, po jo, specifikisht nuk ka. Domethënë, edhe kjo është gjë e trisht. Ti po e studion ndërkohë këtë. Po, shiko tani. Fakti që vajza ime kanë zgjedhur pa dashur unë, po zgjodhën vetë ato të njëjtat rrugë siç kam zgjedhur producente muzike. Pse mos trinte vajza ime në Shqipëri, po ka shkuar në një X shtet tjetër për të bërë edhe ajo rrugtimin e saj. Më kupton? Sepse çalojnë shumë gjëra këtu. Ajo do të prodhoj muzikë, po dhe ajo ka hasur këtë vështirësi që kam hasur unë, mamaja e saj në X vite. Dhe duke folur me vajzën që si t'ja bëjmë kështu, duke parë që dhe ajo është në fushën time, atëherë si t'ja mohoj unë që ajo tiki nga vendi, dhe pse unë nuk dua të rri afër meje, pse t'ja pres unë iniciativën, kur ajo në një vend tjetër mund të e ka më të lehtë për të gjetur një gjë të tillë ku të gjej veten. Sepse dhe ajo është producente, po ajo prodhon, po dhe ajo nuk merret me tregti, domethënë do dikush që ta drejtoj në këtë. Prandaj janë hallkat e ndara, secili bën në punën e tij edhe në një fushë si arti ku duket që është gjithçka në dorën e artistit. Jo, ka të bëjë shumë edhe mënyra se si marketon, edhe më tej mund të ketë pasur vepra arti që janë parë pas shumë kohësh dhe kanë thënë
Po kjo ku ka qenë? Ku s'ka qenë? Se nuk e kemi parë. Pikërisht. Ose nuk ka pasur kanalizimin e duhur për tu ndjekur nga pjesa tjetër. Unë do doja shumë që Elinara na thoshte që unë do rifutem fuqishëm në tregun muzikor. Do doja. Shikoj, Por, unë tani kam dhe vajzën që mi prodhon këngët, jo se këtu s'ka kompozitor, ka sa të duash, unë prodhoj dhe vetë, bëj muzikë dhe vetë, por do ta bëja, po e di shumë mirë që do ngele një projekt i pa zhvilluar. Do ngele një gjë që unë do ta bëja për qefin tim dhe për publikun, por ajo varet nga, për shembull, jemi këtu një studio, varet nga X studio se sa reklam do t'i bëj, fikse, unë qik i kam bezdi këto, më bë pak reklam mua, duhet të lindi vetiu kjo gjëja, do më thënë, nuk më pëlqen të shkoj të lutem për një gjë timen që e kam prodhuar vetë. Kështu funksionojmë neve të paktën, edhe me pikturat, për shembull, kur më pyesi dikush që sa lek e shet këtë pikturë, unë do ngelem pak keq, sepse nuk shes patate. Unë nuk jam do të çmim për një vepër që është art aty, që ka shpirt, që ka ndjenjë. Ka ndryshuar ndo pak perceptimi shqiptarëve lidhur me artet figurative, me pikturën në këtë rast, se duket sikur përpara. Ama do të blej unë këtë kaq lek. Çfarë është kjo? Shiko, arti figurativ vizual është për elitën, them unë. Për sa kohë që ne jemi një vend që le ta themi pak, shpenzimet tona i kemi sa për të ushqyer dhe për mbijetesë. Kemi bazike, shumë bazike. Nuk mund të mendoj ai që të blej një X vepër arti të bërë me dorë, me shpirt e kështu, që kushton X gjë dhe i bie shkurt blen një print që mund të kushtoj, le ta zëm 10.000 lekë të vjetra ose 20, 50 dhe varë ke shtëpia dhe nuk merr origjinalin. Nuk do blej Van Goghun ose Picasson, po do marri një kështu thjesht për ta zbukuruar, version të printuar të sepse ai njeriu nuk ka mundësi të ushqej familjen e vet, t'i plotësoj nevojat minimale. Si mund të pretendoj ai unë që të blej ai veprën e artit? Pa, ushqimi i shpirtit për të mbetet i fundit. Këta njerëzit që kanë mundësitë mund të jetë 1% në Shqipëri. Domethënë, ke ky lloj arti figurativ është shansi më i madh kur ti largohesh nga Shqipëria dhe ke edhe aty fatin e madh që ta shikoj dikush një X artist ose një X le themi kritika arti, që është fat ajo, se ka shumë artista në përbot që i ke në për rrugë, duke kënduar në për rrugë, duke shitur piktura në për rrugë. Fati i dikujt bën ndryshimin, bën diferencën nga një artist ke një tjetër. Dhe histori të tilla ka pasur plot. Po, është çështje fati. Të njerëzve. Mua nuk ma ish njëri nga bindja këtë çështjen e fatit, domethënë. O fatin o e ke ose ke, mund të jesh ose e ke të mirë ose e ke të keq. Ose e ke të keq. Pastaj gjithë artistët të shkretët, se po flasim shumë, kanë vdekur të varfër dhe janë bërë të famshëm mbas vdekjes, mbas edhe shumë e vërtet. Punët e mia mbas vdekjes. Arti shumë e vërtet. Po kur them unë që arti, mbas një pojt e mbesat e mia do që kur them unë që artis të jep buk jo thua ti Diola. Është çike vështirë, domethënë, ja mua më vjen keq sepse ka shumë njerëz që janë artistë në Shqipëri dhe nuk dua ti demoralizoj. Ose pastaj unë prapë i them që mos u dorëzoni deri në fund, siç nuk jam dorëzuar dhe unë, ë? Ose pastaj po të dha buk arti, ki kujdes se nuk është art. Ndoshta. Sa e bukur kjo, shumë e bukur. Ndoshta nuk është art. Ndoshta. Rinar, se po mendoja teksa flisnim emrin, kush ta ka vendosur? Babai im. Okej. Ne kemi emrat një çik, se unë jam shumë modern për vajza e kohën e temi. Babim ka qenë shumë modern, ka qenë një njeri shumë avangard. Ishte edhe pak qefli dhe kemi të katra motrat i kemi emrin me e, nuk e di që ka pas me e, në këtë nuk e kam pyetur. Po shikoj tani, e Gjesta, motra madhe, e Nila, e Rona, e Linara. Kishte një gërme, si duke do ke pas në shoqe në rimi me emrin e, nuk e di këtë që. Po është që kemë i vështirë jemi, po është emër i veçantë. Vërtet i shumë dhe veçantë. shumë i vjetër, po nuk është, në Shqipëri nuk njifet si emër.
Çfarë origjine ka? Mund të themi që është emër i lashtë. Jo, nuk ka një të caktuar, se për shembull në Greqi Elinaras do të thot grek, super grek. Në Spanjë Elinara ka një tjetër kuptim. Në librat e shenjtë të themi është emri ka kuptimin është e ndriçuar. Ka është një ters tash bëhet sikur po mburrim veten, por nuk e them për këtë. Është emër i vjetër shumë, por është emër që nuk njihet në Shqipëri. Kam pas probleme me këtë emër, se kur fillonte ora mësimi që në klasë parë Leonora, Elinara, Leonora, asnjëherë nuk ma thanë tamam Elinara. Emër i vështirë, po emër i bukur, i veçantë. Por i bukur edhe nuk e di pse të shkon. Faleminderit. Tani është identiteti yt, po gjithsesi është një emër që të rri shumë bukur për veçantin që ka. Tani të rikthejmë pak vite pas në fillimin e karrierës tënde, atëherë kur ishe vetëm 20 vjeç dhe more triumfin e parë, trofeun e parë. Dhe as nuk e prisja apo jo. Fare. Si ishte ai moment në atë performancë në Aleksandër Gjokën? Po, atëherë unë sa kisha filluar të këndoja me disa grupe. Çfarë viti ishte më kujt? 95. Festivali i Pranverës. Po, i Pranverës. Dhe ndërkohë që kisha filluar të këndoja, të performoja me këto grupet e rinore, dëgjoj një lajmërim që atëherë gazeta kishte. Po. Nuk kishte gjëra të tjera. Edhe shkruaj që kërkojmë konkurrent zërat e rinj për festivalin e Pranverës. Wow, thash. Dhe ka qenë hera parë që e kam marrë si iniciativë pa i thënë askujt se çfarë do bëja, ku do shkoja, si do bëja, dhe shkova ke radio televizioni, bëhej në auditor të mbyllur, bëhej konkursi. Nga 300 konkurrent që ishin, unë fitova vendin e parë. Dhe me që fitova dola më e mira nga këta 300, mu dha mundësia të zgjidhja 5 këngë nga 5 kompozitor të ndryshëm. Për mua ishte wow, se ke parasysh, e kisha dhe mundësinë e zgjedhjes, ishte një privilegj shumë i madh. Dhe nga 5 këngët mua më pëlqeu vetëm kjo kënga që ishte me Sandrin. Pa njohur unë fare personalisht Sandrin atë kohë, thjesht dëgjova këngën edhe më pëlqeu shumë edhe do t'i që fituam neve. Tani e fituam se ishte dhe Sandri mes, do thoni juve, dhe unë isha një goce pa njohur për publikun, po isha veçantia, veçantia e ngjyrave të zërit, sepse në Shqipëri është një perceptim i gabuar për mënyrën e të kënduarit. Kanë përshtypjen që nëse ti bërtet di të këndosh. Ne do vazhdojmë të flasim, kemi shumë akoma për të folur, por vetëm pas një hapësire muzikore. Elinara, mund të na sugjerosh një këngë? Diçka që ty të pëlqen që ta transmetojmë në hapësire muzikore? Cranberries. Okej. Jeni okay? Jemi shumë okay. Miq, jemi rikthyer sërish këtu në studion Kinotek në Sol. Jam me Violën, me kolegen time, me Elinara Shehun, me Djem të Regjis, edhe me një spektator shumë të veçantë që është mbas kamerave, po nuk po ju a themi se kush është. Tani, neve lam tek bashkëpunimi i parë i Elinarës, apo jo, në festivalin e Pranverës, këngëve të Pranverës, ku ti pate një super debutim, një super fam dhe patjetër të merituar me një super këngë, me Aleksandër Gjokën. Po. Unë doja të të pyesja, ti ka bashkëpunuar me shumë artistë të mëdhenj gjatë atyre viteve. Cili ka qenë bashkëpunimi që ty të ka shijuar më shumë ose që e ke ndier artistikisht veten më mirë, më komode? Shiko, çdo bashkëpunim ka atë të veçantën e vet, se kur e bën një material që prej fillimit nuk e ndan dot atë se ky është më i mirë nga ky, ose është si puna e fëmijëve. Këtë dua më shumë se sa këtë fëmijë nuk e bën janë si gishtat e dorës. Po është e veçantë, secila nga ato ka të veçantën e vet. Po jam mirënjohëse për ata njerëz që kam
punuar sepse janë me vërtet goxha emra dhe kam punuar me vërtet me njerëz artistë. Mund të përmend Sander Gjokën, përmend Evgen Pushpepën, kam qenë bashkëpunim që kemi bërë një këngë bashk Delirium para disa vitesh, mund të përmend Gende Maliaj në Top Fest që ka qenë kompozitori këngës time, Genti Lako, se me Genti janë disa emra që kanë bërë me vërtet muzikë të veçantë në Shqipëri dhe për këtë jam mirënjohëse. E vërtet, me që më përmënde shumë Gent, edhe që janë dhe rocker, apo jo? Me Castro bashkëpunime. Me Castro patjetër. Disa bashkëpunime që janë veçanta. Është Castro bashkëpunimi më jetë gjatë edhe me më shumë kënga me Castron që kanë qenë të etur. Po, të etur, të farmi. Ka qenë super hit i viteve dhe unë aso kohë nuk jetoja fare në Shqipëri. Dhe për fani, mund t'ju them diçka, kanë qenë disa koncerte me superpozime në atë kohë, dhe unë e marr vesh tani në këtë kohë për shembull, që një herë Castron e ftojnë për të performuar, por me këngën time. Unë nuk isha dhe detyroj, kjo mbase do të bëhet një lajm kështu. Detyrohet motra vetë vë një paruke bjonde. Vërtet? Jo. Vetëm për një herë ka bërë këtë. Kështu që Vërtet? duhet të bënte diçka që të ngjaja se unë, sepse e ke parasysh janë disa në performim live. Jo live, se kanë qenë me superpozim diku në një vend, me superpozim, se me live do të shtonte, po pamja me një paruke. Thjesht pamja pra. Thjesht pamja. Po, Zëri ishte yti. Zëri, sigurisht. Mirë që ka pasur paruke në ato kohë se nuk di si do i kishin dhënë zgjidhje. Po kanë qenë ca paruke kështu nga këto me fije sintetike. Ty këtë ta kanë thënë më vonë. Më vonë. Ja, tani para një 5 vjetësh që kam marrë vesh. Si e prite? Po kam qeshur me lot në skaj vitesh çfarë do. Ka qenë super hit në ato vite ajo këngë. Kam pas edhe një bashkëpunim shumë të bukur që kam bërë me Alban Male, kompozitori. Përshëndesim gjithë to emra. I përshëndesim. Përmenda përveç Gente Maliaj që e përshëndes nga qielli që I thonë se Po artistët nuk vdesin kur. Artist I veçantë dhe njeri me vlera shumë të mëdha, unik në stilin e vet. Ç'a mund ta thuash më që the për Gende Maliaj? Për mua Gende Maliaj është rockeri më I mirë shqiptar për mua personalisht, nuk e di. Për mua është me gjithë vlerat që kanë të gjithë të tjerët që janë shumë të mirë, pa diskutim. Numër 1 I autentikëve. Mbas atij do të rreshtoja Boykeni që është autentik. Dhe mos përmendi më emra, po këtë, po ashtu, domethënë janë shumë pak. Redon Markashi po ashtu, ke këto, Santi nuk po e themi se janë këto, po janë disa njerëz që Unë jam kurioz të di si ishte Gende Maliaj tek ai bashkëpunimi që ishte kompozitori këngës tënde. Marrëdhënia me atë si ka qenë komunikimi? Marrëdhënia me Gentin ka qenë nga ato miqësi dhe nga ato bashkëpunime që të pashlyeshme. Ishte gjithmonë I mirëkuptueshëm. Kur ti kishe një ide, sepse gjatë një kompozicioni ti bën këngën dhe pastaj kur mblidhen gjithë komplet njerëzit që janë aty, rilindin ide të reja dhe ai gjithmonë më besonte në ato ndjesi që unë kisha dhe çfarë doja të shtoja dhe ishte dakord, domethënë nuk ishte nga këto kompozitorë që ato e di unë dhe kaq pik, sepse kështu po jo të dëgjonte dhe vlerësonte mendimin tënd. Ishte unik Genti në stilin e vet. Mbase këtu bllokohem pak të flas për të, po kur shkoj ke shtëpia jam shumë e bindur që do them që pse se thash dhe këtë, pse se thash dhe atë. Vërtet për artist të përbasave të tilla ka shumë gjëra për të thënë, edhe nuk Unë kam pasur dhe rastin që të isha prezantuesja e grupit të Djevëve të Detit në një tur që ata e bën në gjithë Shqipërinë 1996 dhe I prezantova unë, kam prezantuar edhe festivalin e parë të rockut në Shqipëri dhe jam shumë mirënjohëse për këtë se ishte hera parë që bëj një festival rocku dhe I prezantova unë gjithë ata djem të ri dhe ti shikon një mori njerëzish kaq të talentuar, kaq entuziast në ato kohë, domethënë një art I pastër I sinqert, sepse në ato kohë ishim pak më ndryshe
kur njerëzit që krijonin, përveç se krijonin artistikisht, kishin dhe botën e tyre të brendshme, ndërthure bota e brendshme me të jashtme në një mënyrë në unison. Tani në këto kohë është e vështirë ta gjesh. Tani nëse do shkosh në një studio, hajde të mbarojmë këtë punën se iku ora, iku neve gdhinim, do ta studionim atë këngën, do ta bënim. Po teksti do bëj teksti, poezia, njëherë kur kam kënduar këtë se jo më kote vura Cranberries, Zombie, ka qenë një koncert i fishuve me Boyken Lako dhe unë debutova, isha këngëtare debutova me Cranberries dhe për të bërë atë unë një këngë kisha ke koncerti i Boykenit dhe për të bërë atë këngë neve shkonim në një bodrum poshtë shtëpisë atëherë ke Boykeni që studionim një javë rresht që të dilte perfekcion dhe doli vërtet një gjë përveç koncertit Boykeni që doli atëherë magjik edhe kënga një magji sepse dedikoheshim. Nuk e shikonim si një gjë për të kaluar radhën. Nuk ishte. Po jeta jonë ishte gjithçka e lidhur rreth asaj gjëje, rreth asaj rreth atij kompozimi, për shembull, asaj gjë që do bënim aty për momentin. Po duke nuk e kam jetuar. Unë nuk e kam jetuar atë kohë sepse dhe nuk prisnim as dhe parat, më falni. Po, pa problem. Dhe nuk na bëni shumë për shtypje në atë kohë. Ju se bënit fare, nuk e bënit fare për para. Nuk e bënit fare për para. Ishte një kohë që kishim pak gjithë me njëri tjetrin, rregulloheshim, nuk e di. Tani nuk e merr dot mundimin të shkosh diku nëse ti nuk, unë jam e para që unë nëse nuk kam portofolin ashtu siç dua unë, nuk shkoj fare në X studio ta bëj një gjë. Kurse atëherë nuk ishte kjo. Si ishte kriter, nuk ishte kriter fare, kjo ishte arti, ishte poezia, ishte kompozimi. Ishte ndjenja. Ishte kompozimi, ishte shpirti. Ishte shpirti. Ishte shpirti primar. E kemi humbur në shpirtin sot se doja të thoya këtë, që edhe pse nuk e kam jetuar atë kohë, se normalisht jam gjenerata Z, nga rrëfimet edhe nga ato çfarë njerëzit tregojnë, duket sikur edhe publiku e shijonte ndryshe. Një koncert, e shijonte ndryshe muzikën, e shijonte ndryshe një shfaqje teatri, kurse sot se ishte përqendrimi. Ishte koha që njerëzit lexonin libra, shikonin një film, një teatr, kurse tani është periudha e scroll. Ti e merr informacionin në kohë rekord, as nuk lodhesh, e shikon vetëm 2 sekondat e para dhe pjesa tjetër dhe kam parë edhe ke gjërat me vlerë, pjesën tjetër e lë evazive aty sikur e di. Do me thënë, kjo është një gjë që mendoja që do t'i ndodhte vetëm brezit më të ri, por na ndodh edhe mua tashmë, tani e kam dhe unë të vështirë të ulem, të përqendrohem dhe të lexoj. Duhet i zhduk fare këto, që të ulem të përqendrohem se do ma marrin mendjen telefoni, nëse dua të lexoj një libër, do me thënë. Kështu që ajo kohë ishin njerëzit më emocional se sa tani, jam pak më të ftohtë, më indiferent ka shi gjërave. Edhe që ka bërë koha njerëzit është fast food time. Është fast food. Fast food time. Do të thonë haj fast food, ngopa, po si çaj ke futur stomakut, ti nuk e di kur që i bën asaj. E vërtet, unë dua të kuptoj publiku të ka kërkuar, ose kur themi publiku është gjë shumë e madhe, po njerëzit që të kanë ndjekur gjatë karrierës tënde dhe kanë pëlqyer artin tënd të kanë kërkuar që të vjosh? Patjetër, dhe nuk e ke idenë sa keq ndihem unë kur ato fansat paktën, po ai publik, ai publik që kërkon dhe unë nuk kam pasur mundësin t'ja u kthej back në kuptimin, jo se s'kam pasur mundësin, por nuk ka qenë ajo koha që t'jap vlerat e mia, sepse nuk kanë qenë të çtruara gjërat në tavolinë siç i dua unë, më tashmë dhe detyrohem që të menjanojmë dhe kam gjetur gjithmonë rrugë të tjera. Nga kënga shkova ke poezia, ke shkrimi, nga shkrimi shkova prap ke arti vizual, ke piktura, domethënë unë kam gjetur rrugë zgjidhje ose rrugë dalje të tjera që janë po në art, por për të plotësuar linarën që i mungon kjo pjesa e muzikës, se tani le të flasim drejt, domethënë
ti kur kupton që nuk është e lehtë luftosh me mullit e erës i bie, domethënë ti nuk bën komerç dhe stepesh pak dhe thua do vi, kur të vihet kohë e dur do bëj një material të duhur. Më kupton? Domethënë nuk është më si më përpara dhe më vjen keq për faktin që nuk u jap dot atyre ata që ato duan nga momenti që nuk janë gjëra zinxhir. Është ky rrethi që të thuhet që të hap këto rrugët, që të lejon ty që të bësh ta zëm kam qef bën një koncert unplugged. Janë shumë gjëra që mungojnë për ta bërë të mbledhur njerëzit, duhet një salla dhe kjo, po nuk funksionon ministri i arsimit që t'i bëj ajo e kulturës, më falni. Janë një sër gjëra. Pra gjithë problemi është te thelbi të financimit. Po, ke financimi sepse ti nuk mund t'i bësh e vetë me këto. Unë mund të këndoj edhe ke shtëpia me një mikrofon edhe ti them njerëz, po nuk do më duket një gjë. Jo, sigurisht. E çfarë ishte fenomenale një rikthim, një koncert i atij Brezi. Besoj do ishte vërtet fenomenale. Nuk e di a jeni mbledhur ta diskutoni. Shiko, nuk të thash që ka humbur ai shpirti i të mbledhurit me këta njerëzit e duhur për të bërë diçka të saktë. Kur futet në mes paraja prishet gjithçka. Kjo para e prishi bot. Po. Edhe këtu futem edhe unë këta njerëzit. Më fani, ja shpjegoj. Më bën një ofertë për të kënduar një muzikë filmi. Po. Nuk dua të përmend emra kush si qysh tek. Po më thot, kam ndërmend që të bëjmë këtë dhe do vish. Kam qef të jetë kolona zanore me zërin tënd. Jam dakord, edhe direkt pyetja parë që bëj unë si artiste dakord, por kush përfitimi im? Se është normale që ti të presësh, që të marrësh diçka nga ky projekt që po zbatohet. Dhe kur flitet për film, nuk është më si përpara, tani filmat financohen, bëjmë para pas buxhet. Thot, më fal, po, nuk ka lek. Po atëherë për çfarë do vi unë, sepse është një disrespekt që mua më bëhet, nga ky momenti që ti më fton, nëse ti fton për 5 veta, 4 i paguan dhe këtë personin ti thua që unë kam dëshirë shumë të kem vokalin tënd, por nuk ka lek unë ofendohem si artiste, sepse nuk është ndar gjëja në mënyrë të barabartë, them, e kupton? Dhe them, në drejt të vej ajo që do ngele kujtim zëri im në një X kolon zanore të filmit, nuk më kam vlerësuar për fakti që duhen gjërë, kur jam pa lek për të gjithë jam dakord, por kur janë për ca me lek dhe për ca pa lek, sa të nënës sa të njerë këston. Dhe kështu që i kam refuzuar, domethënë. Dhe duket sikur kohët e fundit, vitet e fundit je përkushtuar pikturës më shumë. Çfarë të bëri që ta përshëndroje këtë dëshirën tënde për art tek piktura? Atëherë kjo unë nisa të bëja një fakultet të dytë para disa vitesh dhe për art design dhe aty kuptova që jo vetëm unë, po dhe profesorët që piktura ishte gjëja e duhur me që po bëja atë dhe u diplomova dhe fitova dhe vendin e parë. Ti e zbulove talentin për pikturë. Shiko, unë kam pikturuar e vogël, po vonë unë jam bindur që mund të bëj dhe unë diçka, më kupton? Pra e kishe e di që nuk është se kam bërë shkollën për piktore, domethënë jam autodidakte, e bëra shkollën më mbrapa dhe ajo ma shfaqi që unë mund të kisha. Po piktura më lejon atë arratisjen të bëj çfarë të dua unë, pa më thënë njëri që këtu e ke bërë mirë, apo këtu e ke bërë gabim, apo këtu të ndalon njëri sepse do shfaqesh diçka la kuriq, apo nuk kam komplekse. Dhe është vetmja gjë te lajo që mua më lejon që komplekset e mia s'kam pse t'ia fshe askujt. Po ti zbraz dhe ti tregoj aty. Se më krijon përshtypjen që ti je njëri që nuk ke komplekse. Nuk kam komplekse, vërtet, po kam një sedër të smur, si të thuash. Komplekse nuk kam dhe mund të them që jam më avangarde se Brezi tashmë i ri dhe më vjen shumë keq për këtë se kam hasur një mendësi ndryshe nga që unë e kam perceptuar për Brezin e ri, nëse to krahasojmë me rinin në kohën time. Ne kemi qenë shumë avangard.
në kohën tonë dhe unë vazhdoj prap gjithë kohës, dhe pse mosha mbase nuk do donte të më lejonte, po nuk kam pyetur ndonjëherë për moshën dhe jam gjithmonë në evolime sipër. Si ka mundësi që brezi i ri në moshë në kohën tuaj ishte rebel dhe i emancipuar dhe avangard, siç the ti, ndërkohë që duket se brezi i ri tani i është rikthyer pak atyre traditave. Ka një lloj vetë censurimi në pjesën e madhe. Është bërë konservator dhe më e keqja se sa konservator konformist. Dhe një shoqëri e re maskiliste. Domethënë nuk po them se po të hym këtyre feminizmit, maskilizmit, janë gjëra tjera, por kjo është për të ardhur keq. Se me kalimin e viteve duhet bëjnë gjërat më mirë. Jo të shkojnë mbrapsht. Pikërisht, e kam parë ke vetja ime për plasjen e qasjen që ka brezi ri, ka brezi tim që po pse dhe mosha jote mund ta bëj këtë, për shembull një X. Po ta zëm, do dal në det, do kërcej, edhe pse aty nuk kërcej. Po zëm një shembull shumë të thjeshtë. Po shumë domethënës. Nuk e bën mosha jote këtë gjë, po më fal. Pse shpirti dhe ndjenja ka një kufizim, ka një mosh X të caktuar, unë po zë një shembull shumë të thjeshtë, shumë bazik. Po shumë i përhapur gjithandej. Duke u nisur nga ky shembull i bazik, kam parë gjëra drastike, një fanatizëm që mbasi dhe brezi i gjyshit tim nuk e ka pasur atë, se për prindit e mi nuk besoj, domethënë nuk e kam pasur. Unë kam pas një lirshmëri dhe një marrëdhënie komunikimi me prindit fantastike, domethënë nuk kisha probleme, jo mos dalë, kështu jo. Ja, unë këtë gjë dua të kuptoj. Të kam ty edhe kam edhe Violën, që është Gen Z tani. Sa e lirë ka qenë një vajzë të dashuroj në kohën kur ti ishe në moshën e Violës, po themi. Totalisht, unë kisha në dorë. Dhe si është tani për shembull Viola? Po ju pyes juve nuk si. Nuk gjejmë këtë dashurojmë. Si kjo është çështje tjetër. Shiko. Sa e lirë. Unë adoleshenca ka qenë periudha më e bukur jetës time. Për nga çështja që unë kam qenë njeri i lirë, pavarësisht se neve kemi pasur respektin prindërve. Dhe nëse mua prindit më lejonin, po më vini një farë orari dhe ishte normale, po do të thonë unë respektoja atë orar. Po. Se varet nga mosha tani 18 vjeç, nëse të thot prindi do vish 11, vish. Ti do shkosh. Patjetër. Kur shkon 20 vjeç, ja një herë do ju kalosh edhe prindërve, por mjafton që të gjesh gjuhën e përbashkët me prindit, unë kam pas tolerant prindit e mi. Dhe shqyr që i kam pasur ashtu. Nuk e kam vetëm te prindrit, e kam tek bashkëmoshëtarët, tek shoqëria, tek emancipimi, në këtë sens e kam. Po, nuk e di pse. Unë pretendoja që në këto vite, këta do ishin më të zhvilluar. Si nga ana inteligjencës, po dhe nga ana e moralit. Të ketë për shembull, një bisedë fare e thjeshtë. Që kam bërë me disa të rinj në jug, kur isha, shikoj një djalë të moshës 25 vjeçare, që ishte i dashuruar me një vajzë dhe më pëlqyen shumë si çift. Dhe i thash sa e mirë kjo goca, më përpishu domethënë kujdese se që ka shumë e mirë. Domethënë i shikoja, më dukeshin shumë të dashuruar. Domethënë këtë trajtoje mirë, i thash. Tha, po mirë se shoqe kam, se mos do ta marr për grua, po pse, thash unë, çka të keqe ka kjo goca për që ta marrësh ti për grua? Po s'është e vigjër, ajo më fani, domethënë po them troç. Domethënë në këto vite unë të dëgjoja një djalë të rinj, 25 vjeçar, që diskutonte akoma vjegjërinë e moshatare së vet dhe për te faktit që i pëlqente si vajzë, por kishte këtë problemin, për mua është fundi i emancipimit, domethënë në këto vite, në këto kohë. Pra vetëm kemi bërë regres, nuk kemi bërë hapa para. Që jetojmë dhe jam habitur, kam ngelur pak e shtangur,
se këto gjëra nuk diskutoheshin as në ato vite. Më fal, po që ta kuptoj. Ky djali me këtë vajzën çfarë ishin? Ishin çift. Ishin çift, ishin të dashur, po. Po këtij i pëlqente kështu. Po, i pëlqej. Po mirë ta, unë kam të dashur, s'da marr për grua, kur më tha këtë, e guxova edhe kjo është edhe gruan tënde ka pasur dikush të dashur. Kjo është edhe imorale, se ai të paktën nuk është konservator të thotë që unë do ta bëj pas martese, e kam kriter. Bravo të qofti thua. Konservator. Jo, për mua është. Po këtij i pëlqen ta bëj, I pëlqen ta bëj, po ana tjetër I thotë kësaj pse si e virgje. Kjo është imorale. Është imorale. Dhe për mua është pak është një gjë që nuk tolerohet në këto vite, nuk Mua më shqetëson kjo, nga I kanë të ushqyera këto parimet, po them në thonjza e moralitetit, që morali dhe dinjiteti përcaktohet nga këto gjëra. Nga I kanë ushqyer. Kjo ishte një shembull fare, po shikoj edhe aty ku isha në ato formatin që ishim. Nuk të takon ty të bësh kështu ose të gëzosh si fëmijë sepse e ke një moshë të caktuar. Unë gëzoj si fëmijë se këtë natyrë kam, këtë shpirt rinor kam, kështu më pëlqen ta jetoj jetën dhe këtu kur futet paragjykimi, dhe ky paragjykim nuk ndodh nga brezi yt, por ndodh nga brezi I fëmijëve të tu, atëherë ti thua ku po shkon kjo botë, domethënë. Unë nuk është progres, është regres. Unë imagjinoj në kohën tënde të rockut underground që për një vajzë, po përpiqem ta shoh nga këndvështrimi I një vajze tani, jo I një djali, që në ato koncertet e rockut underground mund të ishte e lehtë që të krijojë atmosfera që një vajzë të pëlqente një djalë, në një situatë muzikore aty me domethënë fan, e kupton? Po nuk e di Viola sot për shembull si është, një vajzë mund të dali në blok në një party apo ka bariera? Ka shumë bariera. Ka bariera nisur që nga fakti që ti nuk beson që do gjesh dashurinë e jetës mbase jo, po një njeri normal në një tavolinë ku janë mbledhur po pinë një shishe dhe ngacmojnë çdo gotë që del përpara, pra nuk ka asgjë më të sinqert, duket sikur është kështu loj Instagrami, pjesë më të madhe të rasteve. Problem brezi I ri. Megjithatë, kanë shumë të mira dhe ky, domethënë se kanë shumë gjëra të mira dhe janë inteligjent, kanë që mos I shajm tash, mos I shajm. Jo, nuk mund t'i fusësh të gjithë njerëzit në sigurisht. Por ne trajtojmë këto fenomene që janë shqetësuese dhe janë për ato që kam hasur unë që nuk I pretendoja. A do të bëj dhe një pyetje se sa më erdhi kështu flesh në mendje. Po. Sërish nga këndvështrimi një vajze ose një gruaje. Mendojnë që ka më dashuri apo ka llogari? E duaj përgjigje sinqert. Për mua njerëzit po vuajnë pikërisht sepse e kanë rënë dashurinë në një qoshe të padukshme, duke bërë llogarit. Llogari? Ti e shefa të tjetrin e peshon mirë, domethënë, ky I ka ca gjëra. Njerëzit janë friksuar, them unë, nga dashuria, e vërtet friksohen, duhet kesh guxim të madh të dashurosh këto. Vjen kjo nga fakti që ne jetojmë në një botë shumë pasigurt dhe na intereson më shumë siguria se sa dashuria në herën e parë që e shohim si koncept. Se pastaj kuptojmë që vjen nga pazotësia që ti të dashurosh. Se? Nuk je I Zoti ose zonja, ma dorëzohet. Çfarë duhet të kesh I Zoti për të dashuruar? Duhet të jesh shumë I fortë. Dashuria do culture që I thonë. Nuk ka dashuria të ndodhi sot edhe nesër të mbaroj paf si një scroll. Sepse kështu e kanë trajtuar tashmë dashurinë, që të dashurosh duhet të jesh shumë njeri I fortë. Domethënë, për mendimin tim, dashuria është baza e çdo gjëje ose forca më e madhe që ka njerëzimi për të ecur përpara. Dhe kur themi dashuri nuk po flasim detyrimisht vetëm për atë mes një çifti, por dashuri për nënën, për motrën, për njerëzit. Patjetër. Do shumë këllqe sot. Ka më marrëdhënie të sinqerta, qoftë, nuk po flas për marrëdhënie në çift tani, por po flas edhe për marrëdhënie shoqërore,
marrëdhënie mes motrash, mes vëllezërish të sinqerta. Shiko, unë vi shumë në familjen time, se mos na marr njëri mësyrse kur flasim neve. Kam një marrëdhënie të shkëlqyer. Kjo nuk do të thotë që nuk kemi dhe ne grindje në familje dhe që nuk mund të kuptojmë për çdo gjë, po kemi një bashkëjetesë fantastike, domethënë me njëri tjetrin, ke familja ime të paktën, dhe familja për mendimin tim është gjë me vlerë se çdo gjë, shoqëritë shkojnë e vinë, ca mbyllen, ca hapen, shoqëri të reja, por familja është kryesorja që e gjithave, se shoqëritë mund të ndryshosh qytet, do ndryshosh shoqëri, mund të ndryshosh profesion, do ndryshosh se varet çfarë profesioni ke, çfarë jetë e bën, edhe më thash, po gjakun tënd nuk e ndryshon dot, për shembull, kështu që Vërtet. Aty ngelet të gjithë, si të thuash, gjithë koncentrati i dashurisë, të paktën kur nuk e gjen dot ke një individ, se ti nuk je i Zotit ta gjesh, se është kjo vështirësia, të gjithë janë friksuar dhe brezim për sa i përket dashurisë, jo më të vegjëllit. Paktën ke atë familjen tënde, dashuria pa kushte. Do të ta bëja këtë pyetje, mund të zgjedhësh të përgjigjesh ose jo. A vazhdon besoj tek te rigjetja e dashurisë, edhe një marrëdhënie jetë shëndetshme një grua pas një martese shumë vjeçare që ka përfunduar? Po s'kam pasur tentativa unë, por nuk është më kaq e thjesht. Unë tashmë po them atë që shpreha për dashurinë, unë nuk kam forcë më ta përballoj dashurinë. Nuk ke më forcë të dashurohesh? Në kuptimin, jo, nuk kam forcë ta përballoj më, sepse kam qenë asaj rruge dhe më është dashur shumë punë. Shumë punë. Një punë shumë e madhe për të qenë aty. Më kupton? Nëse ju gratë e keni ndryshe mënyrën se si dashuroni nga ne burrat. Jo, po ne po dashurojmë. Nëse vrasim shumë mendjen, Nuk e di atë se s'kam qenë ndonjëherë. Jo se nuk dashurojmë, jo se nuk Shpesh për diskutimi, kush dashuron më shumë, një burr apo një grua, po kam përshtypjen që ju dashuroni shumë më shumë. Jo, dhe nuk ka bëj fare. Thonë në një çift dikush qoftë o femra o mashkulli, njëri dashuron më shumë. Por kjo nuk ka të bëj se je femër apo mashkull. Ju ndoshta mund ta provoni më shumë si ndjesi, po e menaxhoni ndjesin gjithsesi, ndërkohë që ne mund të dukemi menefergist, po ram po shkau këma ne thyem qafën. Po. Ne thyem qafën, është po nuk keni fare juve, i varen ujkut më qit në qafë, juve i keni gjithkohës më qit të varur e ke qafë. Nuk keni dhe shumë fare. Me këtë atmosferë dhe me këtë pyetje që besoj si japim dot përgjigje dhe sigur të rrim me orë të tëra këtu për ta diskutuar se shumë personale padyshim, shkojmë tek hapësira e radhës muzikore dhe pastaj rikthehemi. Okej. Mirë, jemi rikthyer, uroj që t'jeni duke shijuar podcastin ditën e sotme. Tani si më ëmbël, them unë me Bono, faleminderit Bono që na ëmbëlson për herë. E goni edhe pse ka vendosur të mbajë një regjim strikt. Kush tha? Që si hidhe direkt, sa bëhet fjalë për Bono? Po ti e di që mua më mori uria, prandaj e the. Cilën shije do? Elinara do marrësh ti? Elinara e para patjetër se. Mua më pëlqejnë këto. Dale pritesh ajo me fistik. Po, është. Ja, aty e ke. Gjeta. Ja. Tani ti e goni Haxhita. Unë i ha të gjitha. Haxhik më vonë se bën kërkër këtu në mikrofon. Ma jep atë të kuqen. Atë me çokoladë, po. Shumë faleminderit. E dini vetë ju kur keni nevojë të ëmbëlsoheni apo ju ka marrë uria? Croissant Bono. S'po ha tani. Nuk po ha. Okej. Tu atë ngeli zida më mirë, ke 2 copë. Po. Po me lan çuna, do me lan çuna shumë të mirë ajo për t'i bërë reklam, që se pse jo dhe reklam, po janë vërtet shumë të mira. Me që ishim tek ngjyrat. Cila është ngjyra e preferuar? Tani mua më pëlqen pak ajo purple. Nuk e di pse purple. Është shumë potente si ngjyra ajo. Edhe ëmbël po edhe background-et që kam bërë në këto pikturat, e përdor shumë vetvetiuar, nuk është se e bëj me plan,
Po më pëlqen. S'ka lidhje me pëlqimin ndaj Deep Purple apo. Edhe janë gjillë. Legendarët po, pa edhe pse jo. Sigurisht. Shiko, gjithçka e gjen shpjegimin po ta shohësh pak më Ose thellë. pak Prince Purple Rain. Purple Rain. Sa këndshëm. Ne nisëm me humor, do vazhdoj me humor. Cila është situata më e sikletshme që të ka ndodhur në sken? Në sken? Po. Po më ngeci Taka, me këtë dio. Po. Më ka ngeci Çdo do ta tregoj. Po më ngeci dhe s'më ikte se Ku? ke parasysh këto. Po ke pallati kongreseve në sken, në te platforma poshtë u zhyt taka dhe sikte. Dhe ç'a do bëja? Do ndiqja Sandrë dhe ja bëja kështu e kapi një moment edhe E kuptoj që ti s'po lëvizit. u s'lëvizja dot ndërkohë. Se ishte aksidentalisht se domethënë do hikja, nuk pretendoja që do fitoja dhe u vesha për herë të dytë, po si duket s'kisha lidhur mirë ato pucët dhe ngeci. Po e menaxhove mirë. Pa patjetër. Me sportivitet bëra sikur kërceva, shqyr se po kërceja dhe nuk publiku spektatori nuk besoi që e ka kapur, jo. Unë e kam dëgjuar diku ku ti e ke treguar edhe në fakt pas edhe videon. Po. Nuk dukej fare që të kishte ndodhur ajo. Jo, nuk duket sepse di un kam ndetur një moment në se varet kanë qenë 3 net performuese. Ti mund të kesh parë një natë që ka qenë finalja. Ose ku di unë, një para finales, nuk e di çfarë natë ke parë, kanë qenë 3 net performuese. Kam parë një moment aty që ishte goxha moment i bukur edhe unë fiksova me ato lëvizjet. Ajo ka një histori çuditshme sepse unë kur mbarova deputimin isha lodhur shumë se kishim gjithë ditën që prova më the thash po mbaroj dhe po hiki. U vesha normale me xhinza me kështu. Dhe pastaj më thot Indieri Alçi Bosnjaku që ku shkon? Do iki Maroba. Po në më është finalja, ke fituar çmimin. Aty ishte shumë e bukur ajo pjesa. U vesha prap nga e para, prap emocionet e veta. Nëse do kishe mundësi ta ndaloje jetën tënde deri më tani në një pikë të vetme, se e ke shijuar shumë atë moment, cilin do zgjidhje? Do të zgjidhja momentin që mbarova universitetin para 6 vitesh dhe ju ktheva komplet jetës time me maman time, vitet që kam jetuar me nënën time. Janë të pa çmueshme për mua. Të pyesat mungon është një pyetje retorike, por domethënë ikën një pjesë e jotja ikën gjithmonë kur ikin prindrit, një pjesë e jotja ka ikur bashkë me të. Ajo ka qenë më njëjti person. Kur ikin prindrit, të paktën flas nga ndjesia ime personale, ndjesh jo vetëm i braktisur kuptimin pambrojtje. I pambrojtur. Sado që mund të jesh burrë dhe grua, mund të jesh me fëmijë vetë, e kupton? Po ndjesh i pambrojtur. E çuditshme. Ndjesh totalisht i pambrojtur dhe i zhveshur nga çdo lloj si thuash kuptimi që po un tashmë çfarë po bëj? Çfarë është misioni im kur tikin dhe më të dashurit e tua, se prindit e fëmijët janë ato që krijojnë, bëjnë familjen. Sigurisht që ne nuk jemi të përjetshëm, mirë po në momentin është shumë kollaj për t'i dhënë mend dikujt që jo, po pse po bën kështu, sepse kështu është jeta e kështu. Por në momentin që ndodh ajo gjëra ti nuk e ke më nuk e ke më atë rehatin tënde. Ka ikur një pjesë e ekzistencës tënde. Ai njeri që të rriti, të formoi kaq vitet që jetove me të, nuk është kaq e thjeshtë. Ikën dhe ti bashkë me kur e kujton, bashkë me kujtimet. Ku mbetesh? Pra në cilat kujtime mbetesh kur Ka shumë. Mama ishte shumë e dashur, po kujtoj ato momente që dilnim për jashtë gjithmonë dhe ajo e kishte pak shikimin blur i kohët e fundit.
Dhe kur dilte Hëna, nuk e harroj pinim kafen, dhe e dallonte, më thoshte, Hëna është ajo, dhe unë tani sa herë dal aty, shikoj Hënën te mama, po të shikoj, po ja shikon edhe ti e kështu, bëjmë nostalgjike detyrimisht. Mamit ka lënë pasionin për veshjet, kam përshtypjen. Për totalisht për sa jam rritur në dhomën e provave ku punonte mamaja ime, se ajo ishte stiliste, shumë e zonja, qepte gjitha gjëra, do të thonë, po të çdo gjë, se në atë kohë nuk kishte termi stilist, nuk ekzistonte, thjesht të thuaj rroba qepës. Mirë pa, ajo ishte një grua hot couture, do të thënë, bëndore e saj, bënte art me vërtet. Dhe të mendosh që ajo nuk ishte profesioni që donte të bënte, donte të bëj farmaciste, doktoresh, këto kishte pasion të bënte ilaçe, këto gjëra me ilaçe bimore. Mirë po, koha nuk ja lejoi për arsye biografie që të kjo të ndishte atë. Dhe mori këtë zanatin tjetër, që sigurisht ja doli dhe të ishte shkëlqyer në këtë kështu. Dhe unë jam rrit ajo dhoma provës, kur mami bënte veshje, bënte silonte, po thuaj se gjithë fëmijëria ime ishte mbrapa mamit. E çuditshme mbrapa saj dhe babi kishte një tjetër punishte që bënte art të tjetër lloj, artizan mund ta quaj, sepse ai merr me kornizat, me me mobilje, i bënte shumë bukur kornizat e pikturave, i punonte të gjitha me dorë, ka qenë shumë simatar. Dhe shkoja sa ke punishte a mamit, sa ke babit. Ka një pikturë që për ty patjetër të gjitha kanë përshtypjen, kanë kuptim shumë thellë. Dhe një lidhje shumë të fortë emocionale e ke me gjithë secilën, po a ka një pikturë që ti për asnjë çmim nuk do ta shisje? E kam një në shtëpi, dhe në vitin e fundit të diplomimit e kisha të ekspozuar në ekspozitën e shkollës, veprën time. Dhe aty vjen një nga kritikët më të mirë të artit nga Italia, dhe kërkoj pikërisht veprën time për ta bler. Dhe më quani pak bjonde në këtë rast, sepse unë kam humbur shansin më të madh tjetës time, kur në momenti që ai kërkoi unë u bllokova, nuk e jepja dot. Dhe justifikohem ke profesori i Lëndës, i them, profesor, unë tani nuk e shes, duhet të bëj një ekspozitën time, pastaj të shitet. Nuk e di pse më dukej sikur po jepja diçka shumë të shtrenjtë, shumë shpirtërore. Çfarë është ajo pikturë, nëse mund të thuash? Të na thuash diçka të paktën që do ta kuptojmë pse është kaq e shtrenjtë për ty. Po tani për pikturat e mia duhet flasin një kritik arti dhe jo unë, sepse artisti kur pikturon është si puna e poetit, kur bën këtë pikturën ka gjendjen e tij. Po, ka gjendjen e tij emocionale të momentit. Mirë po, mënyra se ti çfarë vëzhgon ose çfarë lexon, personi i tret gjendet në atë dhe përjeton ai ndjesinë e vet. Janë të papërkthyeshme pikturat, edhe poezia, prandaj është e bukur. Sepse ti percepton ndjesinë tënde në fjalët e tjetrit dhe lidh me përjetimet e tua. Ajo është një pikturë me një vajzë që është në ëndër, është surreale, është në as në gjumë dhe as duke notuar, ka një me ëngjëj, ka shumë gjëra. Është në bojvaj. Me bojvaj, po. Është në bojvaj. Në përgjithësi pikturat i kam të vaj. Tani në ver po punoj me akrilik, se më ndihmon më tepër. Akriliku është boj ujë. Bojra ujë janë të tjera. Është të tjera, se nuk e di. Okej. Po, bojra ujë janë ndryshe, punojnë vetëm me ujë. Kurse akriliku ka mundësi që ta punosh edhe me mediume të tjera përzierës. Nëse do ta bësh që të lejohesh që kjo ta zgjasësh çik procedurën, ka medium të ndryshme që vën përzierje, kurse nëse do një pikturë më të shpejtë, përdor vetëm thjesht si akrilik. E kuptoj. Po unë nga që jam gjithmonë shpik ke vepra ime, i përziej që të më lejoj hapësirë që
të backgroundi ose ke fantazia që kam të më japin mundësi që t'i zhvilloj më tej. Por unë do të thoja diçka për pikturën, shumë e çuditshme, se unë jam ke surrealja, ke kubizmi, janë të pak kuptueshme ato pikturat e mia. Picasso ka një shprehje shumë të bukur që se njerëzit kujtojnë se Picasso nuk dinte shumë, ata që jo njerëzit në përgjithësi, ata që e njohin e dinë shumë mirë artin e Picassos. Por ai kishte një shprehje shumë të bukur, mu desh thoshte 5 vite që të pikturoja si Michelangelo dhe 1 jetë e tërë të pikturoja si fëmijë. Aty pastaj e ndaloi stilin e vet. Mbasi ky i bëri këto veprat që pikturonte si Michelangelo, si shumë. Pra që ta arrinte majën e pikturës, ju deshën 5 vite. Po. Pastaj që dhe 1 jetë e tërë po, që të pikturoja si fëmijë. Të pikturonte si vetja. I pas shpirti, i doli aty dhe aty mbeti pastaj dhe u bë i famshëm dhe shumë i njohur Picasso. Sigurisht vdi që i vajpër dhe i, sepse kështu shko. Arti s'të jep bukë, e them nuk të jep bukë arti, mos unë. Jo, të vajpër në xhep, por të pasur në shpirt, kjo ka rëndësi. Jo ka rëndësi. Se në Po fund ngelet unikës, ka ai Chagall, ka shumë piktorë që janë ke hasur unik në stilin e në vet. këtë problem me njerëz që bëjnë porosi dhe thonë po nuk e kuptoj. Jo, për shembull kur më kërkojnë portrete dhe kështu, nuk jam ke ato, sepse unë jam e teorisë që më mirë se fotografia, portretin e dikujt ose nuk do ta bëj unë dot, dhe prandaj kam preferuar surrealen, kubizmin, se më jep unë nuk kam qef gjëra shablone, për shembull të bëj diçka që është reale. Sepse kjo më thyen atë idenë e krijimit që e kam krijuar unë. Kopje nuk para bëj unë, kopje nga një pikturë që bëj një kopje. Unë jam ke rilindja e një vepre prej fillimit që të jetë unike. Që të jetë origjinale. Që të jetë origjinale, do me thonë, shiko tani, se kjo ka lidhje është shumë e bukur, si nuk e di sa kohë keni, po për artin kemi gjithë kohën e botës. Shumë e bukur kjo gjëja, do me thënë që pjesa e të pikturuari, do me thënë kur do që të ngelesh unik, ose kur do që të ngelesh ti vetvetja i jote. Jo të gjithë do t'i pëlqejnë, do me thënë, do gjeshër dhe do jetë ajo kategoria që do të vit vetvetiu ke bota jote. Se nuk shkon do të artisti ke individi, ka mundësi a i a shfaq individit, po individi është ai që përqafon artin tënd. Kjo është e vërtet. Nëse artisti shkon në mënyrë të qëllimshme te masa, pastaj është ajo që të thash në fillim që zbrazet. S'bën më art, pastaj. S'bën më art. Ja. Pra ideja është që masat, që njerëzit të ngjiten në nivelin, dhe kjo është edhe ideja edukuese, edukative e artit. Edhe përmbushse e artit. Pikërisht. Çfarë të ka munguar më shumë gjatë kohës që ishe në Ferma VIP? Ta rikujtojmë pak edhe atë eksperiencë. Po, piktura patjetër që unë kisha më mungonte familja ime, sigurisht nëna ime, vajzat e mia, po më mungonte edhe ajo rutina ime, unë jam pak e përkëdhelur, të zgjohem kur do me thonë, unë kur të vjen natyrshëm se kemi orë biologjike dhe të pi një kafe, pastaj do me thonë jemi një shqiptarët e kemi pak ta marrim pak më. Edhe e vram veten Elinara ditë pas dite me këtë zgjimin e vrullshëm, sistemi nervor direkt në alert. Sa ta qaj hallin në ty, moj Viola. Mëngjesi duhet nisë qetësi. Shiko tash, kur e bën për 3 muaj këtë gjë siç e bëm neve, të krijohet një super lodhje. Aq më tepër për njeri të lirë si puna ime, unë jam një njeri që nuk i kam thënë punës shtetit një herë me mëngjes, kam qenë gjithmonë privat. Dhe të më vërë rregulla dikush për mua është shumë e vështirë. Më fal, që ta kuptoj, atje këtë zgjoheshit kishin një orar që zgjoheshit, ju zgjonte dikush me zile. Po 7 binte gongu, kishe fjetur 1 orë, gjysmore apo 10 minuta për ty.
Në orën 7 aty binte një gong që ti duhet të çoheshe, duhet të vishi ato rrobat pa pirë kafe, duhet të shkoje të pastroje një ferm, apo duhet të bëj një sfidë, jo me komoditetin tënd, kur të doje ti mbasi të kishe pirë kafen dhe mbasi të kishe futur diçka në stomak. Po punët e fshatit herët. Por kur të rriste Atzeu, ishe gjithmonë front llogore. Është e çuditshme. Fermerët përpiqen shumë, fermerët, duhet ja dim t'ja vlerësojnë. Si të duket ferma këtë vit në dallim nga edicioni ku ishe ti? Domethënë shef në një dallim. Shiko tani un fillimin. Përveç moderimit, se kjo. Fillimin e patjetër që do ta ndiqja sepse isha pjesë vjet. Dhe pse më përpara nuk I kam pas ndjekur, jo për të thënë që po nuk është prioriteti im kjo lloj gjë ose këto lloj formatesh, nuk kanë qenë prioriteti im, domethënë sepse kam pasur gjëra tjera ndërkohë për të bërë. Por meqense isha vjet dhe pash, dhe sigurisht më pëlqeu përsëritja. Që është bërë, janë pak. Më fal që të pyes, se më mirë Luana apo Arbana si moderatore? Po s'e ka përjetuar Arbana. Shiko tani. Nga çfarë shef? E kam thënë që nuk varet fare nga moderimi, mund të varet disi por shumë pak, se sa nga përzgjedhja. Varet pasaj që ky moderatori çfarë do përcjelli, do bëj diçka inovative apo do rrike vendi apo do bëj një kopje të shëmtuar të një X apo Y format. E kuptoj. Do me thënë, përzgjedhja ishte shumë e mirë, fillimi ishte shumë e mirë, pastaj ka kaluar pak në një kopje të shëmtuar. Them kopje të shëmtuar për vetë faktin që kur gjërat ngjajnë me njëra tjetrën, për mua nuk përbën më risi. Dhe unë nuk jam për gjërat që nuk kanë risi, të bëhet boring e mërzitshme. Është një gjë që I kemi parë, nuk ka ndonjë gjë të re. Kur nuk ka gjëra të reja, nuk ka inovacion, nuk ka kuriozitet. Për mua, humbi kuriozitetin, domethënë ishte vetëm fillimi dhe tani e humbi gjatë rrugës, sepse është një gjë e stër bër. Personazhi më interesant për ty? Po sigurisht që Moza, jo sepse tani unë nuk e di se sa, jo sepse Moza është ajo që është dhe nuk ka fjalë për të folur, dhe shqyqyr që po jepet një prioritet njëherë një njeriu që ka disa vlera të ralla në Shqipëri. Pavarësisht se sa I pranueshëm apo jo është ai personazh ke një pjesë e publikut apo ke pjesa tjetër. Se mos harrojmë që jo të gjithë jemi të pëlqyeshëm për të gjithë. Edhe ai që ndonjëherë është personazh shumë I mirë, që publiku e do shumë, ka njerëz që nuk do ta pëlqejnë. Por jam e gëzuar që edhe produksioni po I jep pak vlera, një vlere. Për mua këto njerëzit kap nga rruga se është një bloger apo është kështu apo dhe nuk ka asnjë lloj brymimi, asnjë lloj formimi, për mua janë është e kodë të marrin hapësirë televizive. Është shumë keq sepse nëse do të lësh një mesazh të mirë ke brezat, zgjidh sa vlera që ti I injektosh me ato vlera, jo. Që ta kuptoj, sa ndikon a ka kështu teori konspirative skenar produksioni që duhet bëjnë gjëra, duhet të dali patjetër diçka, apo varet gjithçka nga loja e aktorëve, si të shkoj loja e aktorëve? Se kjo është pyetja që bëjnë gjithë, e ka bërë produksioni, Unë e kam pasur kur jam futur vetë ke ferma, kam qenë pa studiuar, si të thuash. Kam shkuar në universitet pa studiuar. Se dhe ajo është një lloj universiteti. Ai është eksperiment social. Është një eksperiment social dhe ti je një kavje eksperimentale, aty le ta themi troç. Që përdoresh nga ky lloj formati për X eksperiment social dhe ti kupton mbasi del që aty që ti ke qenë një kavje eksperimentale. Kjo nuk ndodh, ose e them unë me që nuk e fitova, po kur ti bën analiza që për çfarë vajta ke ky format, çfarë fitova, çfarë humba, çfarë të mire, çfarë të keqe, bën një rezume dhe rezumeja jote cila ishte? Për gjithë gjëra, rezumeja imi ishte një humbje kohe e madhe që do ta kisha shfrytzuar për qefin tim në shtëpinë time dhe me planet e mia dhe me punët e mia që kisha, unë menaxhoja një ambient artistik aso kohë me pikturat
Dhe lë 3 muaj të jetës time për një gjë që nuk më sjell back as 1% të asaj gjëja që doja unë në lidhje me artin, se si person nuk kam nevojë të futem diku për të më vlerësuar, po për artistën që jam, e kupton? Kështu që për mua ishte humbje kohe, është një gjë që nuk do të Po pse dhe të zhvesh nga të qenurit autentik. Sepse ke pasur ti korniza aty? Ja ta them unë. Sepse ti, nëse je një personazh që gjithë jetën për ty njerëzit ti ke qenë një tabu, nuk konsumohesh, të shkosh kudo, nuk del kudo, bën gjërat pak më të përzgjedhura, diskrete dhe kështu, dhe njerëzit adhurojnë mitet zakonisht. E vërtetë është kjo. Është, do të thënë, arti është mit. Shife çfarë gjë e bukur është. Artisti është i dyti mbas Zotit që tenton të krijojë diçka. Do të thënë, vjet në garë me Zotin, thonë, sepse po ta marrësh, Zoti ka krijuar, ose le ta themi universi që ka krijuar gjithë to planetin, dhe tash hapësira, universi, dhe ti guxon i dyti mbas Zotit si artist që je, që të hedhësh në treg dhe të bësh një krijesë tënde nga fillimi. Pra, ti je në garë dhe këtu hyn pastaj miti, sepse ti të njerëzit të shikojnë si idhull. Ndërkohë që të shikojnë si idhull dhe ti ju qasesh njerëzve përbalë një reality show që je 24 dhe të shikojnë në momenti kur ti ke qaj, kur ke hapur gojën shtrëmbër, kur bën dush, kur ke kruajtur veshin, po qoftë ndonjëherë do bësh veprime të një njeriu të thjesht që të gjithë jemi njerëz në radhë të parë. Do më thënë ndahet ikën i qenurit mit, sepse del qenia njeri më në sipërfaqe. Primare është qenia njeri dhe të zhvesh komplet figurën tënde, sepse paragonohesh aty me një tuf njerëzish të panjohur dhe do përballesh me emocionet dhe do ju kthesh atyre përgjigje që ndoshta ati publikut që ty ta adhuron nuk do t'i pëlqejnë, sepse publiku harron që artisti është idhull i atyre, mund të jetë mit, po në radhë të parë është njeri dhe ai. Dhe penalizon 100% artistin kjo gjë. Dhe unë, prandaj s'kam dashur të marr pjesë në këto formate dhe si të thuash, e pësoj në gjysmën e parë të jetës, mirë që më ndodhi kjo gjëja, në gjysmën e parë të jetës që tani ta ke mendjen e fjetur për mos ta bësh në pjesën tjetër. Jo, vetë nuk e mendoj më, sepse përjetimi emocional mbas asaj gjës është shumë i keq. E ke vojtur? Po patjetër, sepse mua më rastisi gjithë direkt mbas fermës ndroi jetë mami dhe më duk sikur ato muaj që unë i harxova aty, pse mos t'i harxoja me nënën time, po pavarësisht se unë nuk e dija që mamaja ime, se askush nuk e di kur si qysh do të ndodhi, domethënë. Ama kur kam dalë që aty, kam marrë fjalë shumë të bukura nga njerëzit, kam bërë gjëra të bukura për këtë, po, nuk jam pishman, po sigurisht që ka ngelur dhe ajo shija e përplasjeve që unë nuk do doja t'i kisha kur as në jetën reale ato, se në jetën reale i zgjedhim neve të mos konfrontohemi. Edhe zgjedhësh të distancohesh. Aty s'ke ku të shkosh. Ti je duke fjetur gjumë aty dhe tjetri të vjen ke koka, ti mund mos kesh fjetur fare dhe doja kthesh një përgjigje me tonalitet pak më të ngritur. Se s'mund t'i thuar që kemi, pse kom zon nga gjumë. Si, nuk kjo, zonë është kjo. Kjo s'ndodhur. Nuk mund ta bësh të kontrollosh një herë, 2 herë, po herën e tretë më. S'mund ta bësh të gjë. Për më tepër kur ka dhe personazhe që e luajnë qëllimisht provokimin. Po, sepse aty futen njerëzit me një skalet, si të thuash, them unë. Do bëj këtë, për të bërë këtë, do më thënë, luft për ekzistencë. Unë mendoj që për personazhet, siç e the ti që i marrin, po e them në stonjza, i marrin nga rruga, i promovojnë, ajo mund të jetë mirë, sepse njihen, promovojnë. Po për ju si artist të afirmuar tashmë, është problem, pajtohem me ty.
Po jo. Sepse publiku ti ju njeh për veprën tuaj. Jam dakord, promovoj të gjithë, se të gjithë të barabartë kur futen aty. Po çfarë po transmeton ky personazhi? Okej, dy shere banale mjaftojnë për të justifikuar emrin e atij njeriu që përfaqëson personi? Qoftë ky i çdo lloj profesioni? Kur nuk ka asnjë lloj vlere, atëherë pse I kemi këto ligjet neve dhe këto burgjet që mbyllen njerëzit aty kur bën një gabim? Unë nuk po them të bëj diktaturë, por ai që bën një gabim të shkohet, është kështu. Kurse unë kam parë në këto formate, këto që bën jo gabime, po këta që transmetojnë një veprim të shëmtuar apo një edukim të shëmtuar, këto promovohen më shumë. Sa më shumë se sa një gjë që ka vlerë. Unë kam bërë shumë biseda me vlerë me shumë njerëz aty dhe pothuajse se tashisja vlen më, pothuajse nuk janë dhënë fare ato gjëra, bisedat konstruktive. Diçka që mund t'i vlej dikujt aty që nuk e ka iden se funksionon dhe kështu, as nuk lodhet njeri ta transmetoj. Nëse është diçka që e gjujti, e bëri, I futi I grusht, ose kështu, pa me burra, skandalin ta promovojmë. Kurse të mirën, ta fusim në dhe, në shtat, në grop. Kjo nuk më pëlqen mua, do me thonë, gjëja. Ky është edhe një problem I madh I medias në përgjithësi. Jo vetëm I këtyre problemeve. I medias sot. Po I medias sot. Nëse media këtë gjë e bëjnë për përfitimet e tyre, sepse media është biznes. Është në fund të ditës është biznes. Po ka edhe një mision, dhe këtë nuk duhet ta harroj. Kanë harruar misionin e dashur. Kjo është e gjitha. Ja, e the shumë bukur. Misioni është I harruar dhe ti pretendon pastaj ke dashuria. Çfarë dashuri? Po pa dashuri s'ka kuptim. Çfarë dashurie? Tani Elina, ne do kalojmë tek disa pyetje shumë të shpejta. Kur një botë pa drejt, harroje. Pa mundur. Do kalojmë tek disa pyetje shumë të shpejta, se jemi në limitet e kohës. Okej. Përgjigjet duhet jenë të shkurtra. Si breshka duhet I mendoj, po. Dhe jo, në fakt më pëlqen që I mendon edhe I thua. Po jo, domethënë ta shikojmë se sa e zonja. Okej, kemi dy alternativa dhe ti duhet të zgjedhësh një mes tyre. Rock apo balad? Rock. Sken apo studio? Janë tani ti do me pa, po jo, janë dy ndjesi të ndryshme. E di, por dua njërin prej tyre. Po, artisti pas skenën është I vdekur. Okej, mos sakt se kaq. Dashuri e qeta apo dashuri që të rëmben? Dashuri që e ndjen. E bukur edhe kjo shumë. Që I bie kjo e dyta të rëmben. You got to feel it. Me që jemi të dashuria, vetmi e bukur apo lidhje e lodhshme? Vetmi e bukur apo lidhje e lodhshme? Po ku ka vetmi të bukur? Okej, më pëlqen. Përveç asaj kafe së parë të Vetmia kur nuk është e bukur, po është një zgjedhje detyrueshme në bazë. E vërtet që dhëmb apo gënjeshtur që të shqetëson? E vërtet që dhëmb. Okej. Vitet 90 apo sot? Vitet 90 sigurisht. Këngë që fiton çmim apo këngë që mbetet në zemra? Çmimi është kot. Sa ajo që ngelet. Më pëlqen. Elinara artiste apo Elinara nën? Po të dyja të dashura janë, se unë lash çdo gjë për të qenë nën. Edhe e shqyqyr që e bëra atë gjë. Sepse kam dashur t'i shijoj, do të thënë t'i gëzoj fëmijët e mi kur ishin të vegjël. Kisha mundësi që ato të riteshin me gjyshe, po jo kam dashur t'jem aty 100%. E morëm përgjigjen. Të duan shumë apo të kuptojnë sakt? të më kuptoj një herë. Pastaj se s'më ka kuptuar kur. Okej, më pëlqen. Rikthimi madh në sken apo një album intim? Janë të dyja joshëse si pyetje. Ke albumi intim, futemi ke gjëja ime si vi plotësuese. Më kupton? Edhe ajo autenticiteti, por kjo tjetra është gjë tjetër. Janë shumë pyetje me spec. Tani do shkem tek e radhës. Qëllimi është të plotësosh fjalinë. Ne do ta lexojmë deri në një pikë, ti do ta plotësosh ashtu si e ndjen.
Elinara e viteve 90 ishte rockere. Okej. Sot nuk i kërkoj më falje askujt për Për çfarë? nuk i kërkoj më falje për çfarë si kërkon më falje askujt? për ose sepse Për çfarë nuk do t'i kërkoj falje? Që nuk i takoj dot. Okej, nuk ka nevojë që të kërkosh falje pse nuk e ka për njerëzit. Mund ta themi kështu? Jo. S'është ajo. Pra, ndoshta ideja është për çfarë nuk do më të justifikohesh në një kuptim. Sot. Nuk e ndjen më të kërkosh falje për atë gjë. Se gjërat nuk kërkohen, dhurohen. Për këtë s'kërkoj falje. Okej. Kur më kërkojnë, nuk kam se kërkojnë. Duhet t'jetë diçka dhurat. Nuk, po kërkove, ki marrë fund. Okej. Një burr më humb me një herë kur Kur s'më ka kuptuar. Okej. Sa qenie të pa kuptueshme janë këta burra. Pse vërtet thua, vërtet jemi kaq të pakuptueshëm. Jo se thoni për ne, Që s'kuptojmë. Publiku shqiptar më ka dashur, por ndonjëherë Ka pritur më shumë. Okej. Kënga që më përfaqëson më shumë sot do të kishte titullin ose ka titullin Emi none çana bone. Në rasti konkret. Okej. Jepi e gon. Nëse do të kthehesha pas, nuk do të ndryshoja. Çfarë nuk do të ndryshoje? Nëse do të kthehesha pas. Asgjë, më pëlqen çdo gjë që kam bërë. Okej, e bukur. Një femër kampione në Shqipëri duhet ketë Personalitet. Okej. Okej. Dashuria pas divorcit është Tentativ për të rigjetur veten. Okej. Nëna ime do më thoshte sot Mos ndryshoj asnjë gjë nga vetja. Edhe e fundit, ndoshta që i përmbledh të gjitha në një kuptim, Elinara Sheu nuk ka mbaruar ende sepse Unë kam një mal me ide brenda. Jam akoma e pazbuluar. edhe përpara se të shkojmë tek bileta, do doja patjetër ta përmendja këtë citat nga një këngë jotja që është Hope. Kam lindur në lot, nuk vdes duke qarë. Duke qarë. Është kjo filozofia që ti ke për jetën? Është Shumë e bukur. Më vjen mirë që e paske studiuar pakës. Ajo këngë është për të studiuar. E vërtet, shumë e thellë. Shumë e thellë. Edhe videoklipi pastaj ishte fenomenal. Po, është një videoklip që kam punuar komplet nga qershori deri në shtator, pothuajse një sezon vera. Se gjërat e mira Në duan për kohë. 3 minuta ajo është një punë kolosale. Më vjen mirë që ke studiuar. Faleminderit. Me kënaqësinë më të madhe. Elinara, me filmat si e kështu zakonisht? Shef filma apo? Tani këto kohët e fundit nuk të gënjej këtë periudhën që para fermës dhe tani nuk kam qenë ke filmi sepse kam qenë periudhë errësire, zbrazësie. Po këto filmat e vjetër klasik i kam parë, jam më tepër ke fantashkencë. Ja kuptoj. Me që je ke fantashkenca, po kudo që të jesh ti dhe çfarëdo që të shijoj ty, ne kemi një dhuratë për ty, një bilet dyshe, çift ndryshe në Cineplex. Faleminderit. Mund të shkosh me këtë duash ti. Marrë këto me kokoshka. Mund ta marrësh. Po, pse e tërhiq ashtu? E bën gjithmonë. Faleminderit. Jo, prit, se kam të ndagu. Okej. Është pa datë, do të thotë mund të shkosh kur të duash ti që të zgjedhësh pra kurdo që të jetë filmi që ty të pëlqen ta Kjo më shohësh. pëlqej ka më shumë, sepse hajde ta Dhe gjej unë kur. Kjo më mundet kalon ta hapësirë. shijosh. Shumë faleminderit. E vlerësoj.
Të falenderojmë shumë që isha pjesë e Kinotekës edhe urojmë ta kesh shijuar. Faleminderit. Jo, Ishte shumë kënaqësi. Jam ndier shumë mirë. Faleminderit. Edhe ne gjithashtu. Faleminderit miq të Kinotekës që na ndoqët. Mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, në Spotify, në YouTube, na keni në Instagram dhe siç e themi gjithmonë, për ta mbyllur nëse na shihni në rrugët e Tiranës, mos harroni na përshëndesni. Se na bëhet qefi. Ne do të shihemi sërish të mërkurën tjetër. Deri atëherë, miru pafshim. Pafshim. Kinotekën sot, drita në çdo skenë 120 minuta mendime që s'flen Nga filmit e libri, magjia që bashkon